alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'ith Muhammadin bilisanin arabiyyin mubin. Rahmatan bil mu'minina wa hujjatan ala al-alamin. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Falendrimet tona si gjithmonë janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrin e njerëzimit, Muhamedit, familjen, shokët dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Mirë se vini në këtë takim i cili është i gjashti me radhë i këtij lloji, për çka e falenderoj të madhin Allah dhe e los që t'jeti bereqetshëm dhe t'jeti vazhdueshëm. Siç edhe jeni të informuar, sonte me lejen Allahu te bareke ve teala, në këtë takim do të flasim për një temë që ka një peshë të madhe. Siç e dini, besimi në pejgamber është një prej 6 kushteve të besimit. Pra, një besimtar nuk mund të jetë besimtar nëse nuk beson edhe në pejgamber. Në Kur'an dhe në Sunnet, besimi në pejgamber është trajtuar në 2 forma, në formë të përgjithshme dhe në formë të detajuar. Në formë të përgjithshme na është treguar se ata që gjithë vijnë prej Zotit, që gjithë kanë autorizim prej Zotit, që gjithë e përcjellin mesazhin e Zotit, disa prej tyre i njohim me emra, disa të tjerë veç na është treguar. Pra, në formë përgjithshme i besojmë kësaj. Mirë po, për disa prej tyre ka dhe detaje, cilat ne si besimtar jemi të detyruar të besojmë. Në fakt, këto detajet edhe paraqesin konceptin tonë. Pra, detajet që janë përmendura në Kur'an, që janë përmendura në hadith, ato në fakt edhe e skicojnë konceptin tonë se si duhet me besu në pejgamber. Mirë po, ajo që ka rëndësi të veçantë përmendet, është se ndonjëherë këto detajet kanë përmbajtje doktrinare, kanë përmbajtje të besimit, që nënkupton se janë në të njëjtën kohë edhe vija ndarëse ndërmjet nesh edhe të tjerëve. Kanë përmbajtje doktrinare, do të thotë kanë përmbajtje të besimit, dhe nga ky aspekt ato edhe e paraqesin atë vijën ndarëse ndërmjet nesh edhe të tjerëve. Sonte, duke marrë shkas edhe këtë muaj në cilin, siç e dini, të krishterët e festojnë lindjen e Isait alayhis salam, kemi vendosur që para jush të prezantojmë Isain alayhis salam nga këndvështrimi kuranor dhe profetik. Për shkak se e kemi edhe kohën e limituar, sonte fokusin do ta kemi vetëm tek Kurani, ndërsa në takimin e radhës me lejen Allahu te bareke ve teala do të flasim për Isain alayhis salam sipas haditheve të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ajo që është interesante të përmendet qysh në fillim, nderuar vëllezër, ka të bëjë me një detaj që ndoshta në raste të tjera nuk e gjejmë në Kur'an. Tregimi i Isait alayhis salam është më shumë i detajuar në Kur'an se sa në Sunnet. Pra ato detajet cilat janë të përmendura në Kur'an janë më shumë se sa që gjejmë detaje në hadithet e Muhamedit alayhis salatu wassalam për kitazi me Isain alayhis salam. Dhe kjo tregon për peshën që ka kjo temë. Ajo që kam menduar, nderuar vëllezër, të hapi këtë temë me të, ka të bëjë me një debat i cili është sa i vjetër, sa i ri. Një debat që, një dilemë, në fakt, që është ngrit në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe të cilën e kam dëgjuar edhe në mediat tona para pak javësh. Allahu xhallahu ala, duke folur për rrëfimin e Mërjemës, përveç tjerash përmend një lidhje familjare të saj. Lidhje mund të quhet familjare,
në fakt nuk është familjare, mirë po një lloj përkatësie të saj. Për shembull, kur Meriemja e solli fëmijën, e solli Isajin alayhis salam, ata populli i saj thanë, laqad ji'ti shay'an fariya, ke sjell diçka të pahishme, ke bo diçka të turpshme, diçka jo të mirë. Ja ukhte Haruna, ma kana abuki imra'a sawin, wa ma kanat ummuki baghiya. Oj motra e Harunit, babajut nuk ka qenë burr i keq, e as nëna jote nuk ka qenë e pandershme. Po ta ka të bëjë me këtë pjesën, ja ukhte Harun, oj motra e Harunit, për cilin Harun bëhet fjalë. Në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam është ngritur dilem edhe në kohën tonë, dhe në bazë të kësaj dileme është provu, kinse me provu, me dëshmu, me faktu, se Kur'ani nuk është i vërtet. Pse? Për arsye se ndërmjet Musait alayhis salam, ndërmjet Harunit që ka qenë vllai Musait alayhis salam, dhe ndërmjet Isait alayhis salam ka hiç më pak se 1500 vite. Prandaj qysh Kur'ani i thot që ajo ka qenë motra e Harunit. Edhe duke u thirrë në këtë aspekt, kanë provu që me shpall Kur'anit pa vlefshëm, pse? Për arsye se po ofron sipas tyre një dhënë historike të pasakt. Po ofron diçka që nuk qëndron. Edhe dietarët musliman sigurisht se përveç kësaj çështje, edhe shumë çështjeve tjera kanë bërë debate të shumta dhe kanë provu që në fakt këtu kemi të bëjmë me diçka tjetër që nuk ka të bëjmë me Harunin alayhis salam. Janë 4 interpretime. Interpretimi i parë është ky që është i pasakt. Pra se Meriemja është motra e Harunit dhe Musait alayhis salam, që për shkak të distancës së gjatë kohore nuk është i saktë. Mendimi i dytë që ka shumë gjasa të jetë më i saktë dhe të cilin do ta dokumentojmë në ligjëratën e radhës me hadithet pejgamberit alayhis salatu wassalam, është se kemi të bëjmë me një interpretim sipas traditës dhe zakonit. Qysh? Ka qenë praktik Meriemi alayhis salam ka shërbyer ku? Në tempull. Edhe ka qenë praktik e popullit të saj që njerëzit, trinjt, trejat, me i thirrë në bazë të njerëzve të vjetër që kanë qenë të mirë. Haruni ka qenë një njeri i mirë, një adhurues i madh, e ka thënë këtë Ibn Kathiri, dhe kur i është thënë ja ukhte Harun, oj motra e Harunit, i është thënë në kuptimin që ti në aspektin e adhurimit i ngjan Harunit që është musliman i devotshëm, që është besimtar i devotshëm, prandaj si ke vepruar kështu. Pra, kjo që i është thënë Meriemës ja ukhte Harun, ma kana abuki imra'a sawin, oj motra e Harunit, baba jot nuk u kon burr i keq, nuk i është thënë në formë të akuzës, po në formë të habis. Ti që je vajza e kujt, që përngjason me Harunin në adhurim, si ka mundësi që ti me vepru diçka të tillë? Pra janë habit. Qysh ka mundësi që me pas një familje të tillë, me pas një biografi të tillë, edhe me bën një punë të tillë? Interpretimi tjetër është se që ka mundësi shumë, për shkak të kontekstit, që t'jetë akuzë. Si? Ja ukhte Harun, ma kana abuki imra'a sawin, oj motra e Harunit, qysh s'ka ardhur marrë ty me vepru kësaj, kur baba ju të shkon njeri i mirë. Edhe kanë thonë që ka ekzistuar në kohën e saj një njeri me emrin Harun, por që ka qenë i keq. Pra sikur me thonë, valla ti ke ga filanit që është rakigji, nuk fal namaz, që shan, që shpif, do në ti ke ga atina, edhe me thirë namën të ati njeriu. Dhe interpretimi i fundit është se, që shka përmend Imam Kurtubiu edhe shumë tjerë,
edhe që është shumë i mundshëm, është interpretim nga aspekti biologjik. Si Mariemja e ka pas një vëlla, pej baba dhe pej nane, i cili e ka pas emrin Harun. Ajo që deshta me përmend me këta nderuar vëllezër, është se është hapë si debat. Edhe fatkeqësisht në media, unë nuk kam pa që i është dhënë haku, prandaj kam shfrytzuar rastin në momentin që ta diskutoj me ju, në mënyrë që në rast se e lexoni këtë ajet ose diskutohet një çështje e tillë, të keni të paktën një informacion të përgjithshëm rreth saj. Jeta e Isait alayhis salam qysh nga fillimi e deri në çka? Hajde. Deri në vdekje? Deri ngritjen e qiellit. Është diskutabile. Lindja, pastaj misioni, pastaj ngritja, pastaj rikthimi, që gjitha këto janë diskutabile. Janë për shkak se, siç tham, ka dallime në përmbajtje, në koncept, dallime konceptuale, dhe ne si besimtar, fatbarësisht për gjitha i kemi shpjegimet tona, e kemi interpretimin ton, prandaj do të mundohemi që në mënyrë të përgjithshme ti prezantojmë para jush duke u ndalë tek pikat më të rëndësishme. Isai alayhis salam ka lindur pa baba. Dhe përveç kësaj në Kur'an është quajtur shpirt, ar-ruh, dhe është quajtur fjalë, el-kelime. Jo besimtarët, të krishterët, kanë kuptuar se ky fakt që ai ka lindur pa baba, edhe fakti që Zoti edhe në Kur'an e ka quajtur shpirt, edhe ka quajtur fjalë, është provë mjaftueshme se ai është Zot, se ai është hyjni. Natyrisht nga perspektiva kuranore, perspektiva profetike, ky interpretim nuk qëndron, për arsyet që ne do t'i shpjegojmë. Në radhë të parë, Allahu xhallahu ala në ka treguar se fakti se Isai është pa baba nuk paraqet provë të fuqishme se ai është Zot, nga se në Kur'an ka edhe raste tjera të cilat madje janë më të fuqishme në kuptimin e asaj se si është manifestuar fuqia e Allahut te bareke o teala. Për shembull, Isai alayhis salam nuk ka baba, po? Ademi alayhis salam kënë ka bab? A ka baba Ademi alayhis salam? Allahu ka thënë: "Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam, khalaqahu min turab." Ju që po pretendoni se Isai është Zot, dijeni se shembulli i tij nuk është ndryshe nga shembulli i Ademit, khalaqahu min turab, i cili s'ka as bab as non. Allahu xhallahu ala e ka krijuar nga dheu. Prandaj, nëse ky që është njeriu i parë nuk ka bab, nuk ka non, nuk quhet Zot, me çfarë logjike po e quhen Isai Zot? Pra, fuqia e madhe të Allah është manifestuar më shumë në rastin e krijimit të Ademit alayhis salam se sa të Isait, prandaj si po e quheni Zot. Pra nuk ka shpjegim. Po kështu, sa i përket çështjes së shpirtit, a nuk kupton se Isai është shpirt i Zotit? Absolutisht jo. Në fakt Isai nga kjo perspektivë nuk dallon nga asnjëri prej nesh. Për arsye se kur Allahu xhallahu ala e ka krijuar Ademin alayhis salam dhe hoxha i lexoi disa prej ajeteve që kanë bënë me Ademin alayhis salam, a thon: "Fa idha sawaytu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Kur unë t'i jap formë Ademit, t'i jap trajt Ademit, edhe ta frymëzoj, ta vendosi shpirtin në të, faqa'u lahu sajidin,
ju birni në sejdë për Ademin a.s. Pra qysh ka thonë për Isajin a.s. që është shpirt, po kështu po dhëtë për Ademin a.s. dhe interpretimi është se është shpirt i krijuar prej Allahut xhallahu ala, qysh është shpirti im, shpirti yt dhe shpirti i të gjithëve. Pra, fakti se është quajtur ruh, është quajtur shpirt, nuk nënkupton se është Zot, sikur që nuk nënkupton as fakti tjetër se është quajtur fjalë dhe me këtë ai ka tipare ose elemente hyjnore, nga se Allahu te bareke wa taala na ka treguar në Kur'an se vetë Mariemja alayhis salam e ka pas një dilemë se si do t'i përgjigjet njerëzve. Çka do t'ju thot njerëzve që ka një fëmijë ndërsa nuk ka burr, ka një fëmijë ndërsa nuk ka burr. Allahu ka thonë: "Qale kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha, idha qada amran fa inma yakun lahu kun fayakun." Kështu kur Zoti don me bëj diçka. Kështu është puna kur Allahu dëshiron me manifestu fuqinë e tij. Edhe kur ai vendos për diçka, mjafton me thonë kun fayakun. Edhe fjala çka është? Fjala është urdhri i Zotit kun, bëhu dhe ajo bëhet. Pra Allahu ka thonë për krijimin e Isait, për ngjizjen e tij në barkun e Mariemës, kun fayakun. Bëhu dhe ajo është bërë. Është në pyetje fjala e Allahut xhallahu ala dhe asgjë tjetër. Do doja që të ndalim tek një çështje e cila siç do të vrejmë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, nderuar vëllezër, që ta përvetësoni edhe si parim. Ka një debat se kur ka lind Isa alayhis salam. A ka lind në dhjetor apo ka lindur në ndonjë muaj tjetër? Sigurisht se të tjerët ju tregova që ne do të prezantojmë koncept islam, koncept kuranor dhe profetik, dhe ajo që neve na intereson është që ne t'i referohemi Kur'anit dhe Sunetit dhe të nxjerrim mësime pikërisht prej tyre. Allahu xhallahu ala e përshkruan momentin pasi që Isa alayhis salam ka lind dhe ato dhimbjet që i ka rëndon një grua dhe urdhrin që ja jep Mariemës: "Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhla tusaqit alayki rutaban janiyya." Oj Marieme, shkunde atë trungun e pemës, edhe ty do të binë fruta të ëmbël, fruta të njom, fruta që nga përshkrimi jashtëm jepet të kuptohet se sapo janë pjekur, sapo është koha e vjeljes së tyre, sapo disa duke ju referuar këtij ajeti kuranor kanë thonë se klimat që ekziston në Palestinë tashe 2 mileniume nuk ka ndryshuar dhe nuk ka mundësi që në dhjetor të ketë hurma të freskëta. Prandaj data e lindjes duhet të jetë në ndonjë muaj tjetër. Mirë po, dietarët që janë më me peshë nuk janë marrë me këtë detaj. Ju thash që tregimi për Isain alayhis salam në Kur'an është i detajuar. Kemi gjana, kemi detaje dhe hollësi që janë interesante. Pse Allahu xhallahu ala nuk e përmendi këtë detaj? Pse nuk e përmendi? Për arsye se nuk ka ndonjë rëndësi. Ajo që për neve ka rëndësi është që ai është njeri sikur gjithë ne, kur ka lind, kur s'ka lind, përderisa nuk kemi tekst që e vërteton, pra është prej atyre informacioneve që qysh kanë thonë dietarët, besimi nuk varet prej tyre. Pra informacionet që janë kuriozitete, që besimi nuk varet prej tyre, Kurani nuk është marrë me to. Prandaj ka përmend shumë detaje, mirë po këtë nuk e ka përmend, pse? Për arsye se nuk ka ndonjë
ndonjë rëndësi. Nëse ne e shfletojmë Kur'anin, kemi me gjetë detaje që janë vërtet interesante, jo vetëm nga aspekti i përshkrimit, por edhe nga fushia e bindjes logjike. Pra nuk janë diçka që thuhet si soi. Zoti po thotë kështu, edhe jo besone. Mirë po përmbajtja e jetëve ofron edhe logjik, e cila neve na bën që vërtet me u bindë se ajo që po e thot Allahu xhallahu ala, ajo është më e mira. Për shembull, në Kur'an ka disa forma interesante se si është konfirmuar aspekti njerëzor i Isait alayhis salam. Ajo që kisha pas dëshirë ta keni parasysh është që vetëm çështja tek shtatzania e Mariemës nuk është njerëzore, në atë kuptimin që ajo nuk ka qenë e martuar, nuk ka pas një burr afër, krejt tjera duke filluar nga shtatzania, nga se do të gjeni interpretime që thuhet se Isai, nona e tij Mariemja ka mbet shtatzan dhe ka lind atë ditë, nuk janë të vërteta. Shtatzania ka qenë e rregullt, siç është te gratë tjera. Lindja ka qenë e rregullt, siç është te gratë tjera. Isa alayhis salam ka bërë jetë deri në ngritje siç bëjnë të gjithë njerëzit. Prandaj ne e vrejmë në Kur'an që Allahu xhallahu ala kur e konfirmon anën njerëzore të Isait alayhis salam, e konfirmon pikërisht me tiparet që i kanë rëndomt njerëzit. Çka dallojmë ne njerëzit? Ne që nuk jemi hynor. Për çka dallojmë? Dallojmë për nevojën tonë me hangër edhe me pi. Ka thënë Allahu për Isain edhe për Mariemën, kana yakulani ta'am, nuk janë zota, nga se kanë hangër bukë. Zoti a han bukë? Kul huwa Allahu ahad, Allahu samed. Allahu nuk han bukë. Allahu nuk ka nevojë për ai që është Zot. Ai nuk përdor gjana që i përdorim ne për arsye se është i pa fillim dhe i pa mbarim. Prandaj këto që i përkasin natyrës njerëzore janë tona dhe dëshmojnë që ne jemi njerëz. Edhe Isai është njeri pse? Për arsye se ka hangër edhe ka pinë. E dyta, Isai është njeri nëpërmjet mënyrës pranimit mesazhit edhe përcjelljes së mesazhit. Allahu i ka thonë në Kur'an në kapitullin Maide, wa idh allamtuka al-kitaba wal-hikma. O Isa, por kujto kur unë ty ta kam mësuar librin dhe urtësinë. Sikur të kishin Zot. A ka nevojë Zoti me mësu? A ka nevojë Zoti me i shtu njohurit? A ka diçka që Zoti nuk e din pastaj e mëson? Nuk mendohet kjo, nuk paramendohet për Zotin e vërtet. Prandaj fakti që ai ka pas nevojë dikush me mësu, tregon se është njeri sigur gjithë të tjerët. Për arsye se Allahu xhallahu ala po i thotë që unë ty të kam mësuar. Allahu ka përmend në Kur'an edhe një fakt shumë interesant, i cili e dëshmon fuqishëm anën njerëzore të Isait alayhis salam. E kjo është mundësia e Allahut për ta ndëshkuar atë. Kul faman yamliku min Allahi shay'a in arada an yuhlika al-Masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Apo më thoni, thot Allahu, nëse unë du me shkatru Isain, du me shkatru Mariemën, du me i shkatru krejt njerëzit, kush mundet me mdal? Kush mundet me mdal mu nëse unë du që me vdek Isain, me vdek nanën e tij, edhe me ja marr shpirtet krejt njerëzve? Pse po e them këtë, nderuar vëllezër? Për arsye nga se ata që e shfletojnë Kur'anin e dinë që Allahu xhallahu ala i ka diskutuar disa gjëra në mënyrë hipotetike. Sikur, për shembull, law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata, sikur në tokë edhe në qiell me kanë dy zota, çka kishte ndodhur? Ishin shkatërruar. S'jan, nuk ndodh. Po Allahu xhallahu ala po na thot sikur
me na shpjegu, me na bind se është vetëm një Zot. Për arsye se ai që është Zot, ai ka fuqi mbi natyrore. Edhe nuk kish pas mundësi me marr shpirtin e saj alayhis salam. Nuk kish pas mundësi me vdekje sa e sam, i shprish gjithçka. Ishte ekuilibru gjithçka. Mirë pa Allahu xhallahu ala, po na thot, përderisa un mundem me ja marr shpirtin e saj, nanës ti edhe gjithë juve, atëherë besoni se Isai është njeri. Po kështu, një prej atyre dëshmive më të fuqishme është edhe vetë deklarimi i Isait, i cili asnjëherë të vetme nuk ka pretenduar se është Zot. Në Kur'an Allahu xhallahu ala në kapitullin Maryam i ka përshkruar fjalët e tij kur ka thënë: "Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya." Paqja qoftë mbi mua, ditën kur unë jam lind, ditën kur do të vdes dhe ditën kur do të rinjallem. A lind Zoti? A vdes Zoti? A rinjallet Zoti? Prandaj këto që i ka përshkruar Isai për vetveten tregojnë se ai në të vërtetë ka qenë njeri dhe asgjë më shumë. Pra njeri pejgamber që Allahu ka dalluar për misionin, por jo se ka pasur ndonjë element hyjnor ose diçka që e ka dalluar prej njerëzve tjerë. Po kështu gjatë misionit të tij duhet me kalu pak si më shpejt për shkak edhe të kohës, do t'i përmendi kalim të disa gjëra, thjesht që ta kemi një koncept pak më të qartë edhe më të plot për kitazi me Isain alayhis salam. Edhe mrekullitë e Isait alayhis salam, nëse lexohen sipërfaqësisht ose shikohen sipërfaqësisht, gabimisht mund t'japin përshtypjen te dikush se ai është Zot. Pse? Për arsye se ai i ka shëruar të verbrit. Ai i ka shëruar nga lebroza. Ai i ka ringjall të vdekurit. Mirë po, a ka pretenduar Isa alayhis salam se këto mrekullitë cilat po i bën, i japin atij statusin edhe pozitën e një Zoti? Përkundrazi. Ai kur i ka manifestuar këto mrekulli, e ka shfaq varësinë që ka prej Allahu xhallahu ala. Edhe ka thënë: "Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr, fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah." Unë kam ardhur me argument, me shenjë, me provë, me dëshmi prej Zotit. Unë nga dheu e krijoj një zog, fa anfukhu fihi, edhe i fryj dhe me emrin e Zotit, me lejen e Zotit, me vullnetin e Zotit, bëhet zog. Domthonjë nuk po thotë që unë e kam kriju, që unë ja kam dhënë shpirtin, jo, është me lejen Allahut te bareke ve teala. Wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah. Dhe unë i shëroj të verbrit edhe ata që janë nga lebroza dhe i rinjallit të vdekurit bi idhnillah, me lejen Allahut xhallahu ala. Pra nuk ka thonë se unë po e bëj një gjë të tillë, nuk ka thonë se unë jam Zot, mirë po ka thonë se gjitha këto unë i bëj me lejen Allahut te bareke ve teala, me emrin e Zotit, pra me vendimin e Zotit, me mbështetjen e tij, me ndihmën e tij, me vullnetin e tij, dhe jo se ai i bën në mënyrë individuale. Prandaj nderuar vëllezër, ne qysh nga momentet e para, unë nuk i përmendet gjitha mrekullitë, mirë po që nga momentet e para, Isa alayhis salam, sikur çdo pejgamber tjetër, e kanë shoqëruar mrekullitë. Tek rasti i Isait alayhis salam është interesante se qysh në ditën e parë, kur Mariemja e ka thënë dhe e ka prezantuar para njerëzve, qale inni Abdullah, atani al-kitab, ka thonë: "O njerëz, unë jam robi i Allahut, Allahu më ka dhënë libër, wa ja'alani nabiyyan, edhe më ka bë pejgamber." Disa dietar kanë thënë që pas kësaj fjale, ma derisa është rrit nuk ka fol. Kjo është mrekulli, e ka thonë ditën e parë, edhe pas kësaj fjale ma nuk ka fol. Pse? Për arsye se zhvillimi pastaj ka qenë normal sikur te gjithë fëmijët tjerë. E rëndësishme është se Isa alayhis salam qysh në këtë ditë ka shfaqë që nuk jam Zot. Madje Allahu xhallahu ala do t'i thotë:
në ditën e llogarisë, mos kaloj tutje. Gjatë tërë misionit e tij, ai kur nuk ka thonë që me adhuru atë. Për shembull, ka thonë inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Allahu është Zoti im edhe Zoti juaj, adhurojeni. Pra kur nuk ka thonë ndonjëherë hajde adhurojmë mu ose nanën ose. Prandaj kur Allahu xhalla wala në ditën e llogarisë e pyet a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahin, o Isa, a ju ke thonë ti njerëzve që ty edhe Mariemen me ju konsideru për Zota? Do ta mohon në mënyrë kategorike. Edhe çka do thotë? Qale subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. O Zoti im, mu nuk më takon me shpik. Mu nuk më takon me thonë diçka që nuk qëndron. Mu nuk më takon me thonë diçka që ti nuk më ke urdhëruar me të. Edhe me thonë diçka që nuk është e vërtet. Dhe ka thonë ajetin tjetër, ma qultu lahum illa ma amartani bih an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Ju kam thonë vetëm kësaj, fjalë që ti më ke thonë dhe më ke urdhëruar me thonë, adhurojeni Allahun, Zotin tim edhe Zotin tuaj. Pra Isa alayhis salam as edhe një herë të vetme nuk ka pretenduar se është Zot. Isa alayhis salam qysh e ka një fillim të diskutueshëm, e ka edhe një fund të tillë. Pra mënyra se si ka lind edhe mënyra se si është larguar prej kësaj bote është debatuese. Gjithë kanë mendimet e tyre, ne nga perspektiva kuranore dhe profetike e kemi konceptin ton. A është vra Isa alayhis salam? A është kryqëzuar Isa alayhis salam? A është varrosur pasaj është hapur varri dhe është ngritur në qiell? Natyrisht se jo. Që gjitha këto nuk janë vërteta për faktin se një pretendim të këtill Allahu te bareke ve taala e ka quajtur mëkati i cili tërheq pas vete mallkimin e Zotit. Ata që thonë se është vra, ata që thonë se ka vdek, le ta dinë se kanë mallkimin Allahu xhallahu ala, nga se kanë thonë diçka që Allahu nuk e ka thonë, diçka që nuk ka ndodhur. Ka thonë Allahu wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan aziman wa qawlihim inna qatalna al-Masih. Për shkak se kanë mohu Zotin, kanë shpif për Mariemen, edhe kanë thënë se kanë vrarë Isain alayhis salam, Allahu i ka mallku. Për këtë fjalë, Allahu i ka mallku. Dhe kjo nënkupton se nuk është e vërtetë. Pra ai pretendimi se është vrarë, ai pretendimi se është kryqëzuar, nuk është i vërtetë. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. As se kanë vrarë, as nuk e kanë kryqëzuar, atyre i është duk që e kanë bërë një gjatë tillë. Sigurisht se ka interpretime tek dietarë se si ka ndodhur pastaj ai përngjasimi nuk paraqet ndonjë rëndësi për faktin se ajo që paraqet rëndësi nga aspekti i kredos është se ata nuk e kanë mbyt. Mirë, po ajo që neve na duhet me ditë krahas kësaj është se ndonjëherë referimi a ajeteve mundet me kriju një lloj hutije tek ata që i lexojnë sipërfaqësisht edhe me thonë mirë, po në Kur'an thuhet që Isa i ka vdekur. Pse? Allahu ka thonë idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafiuka ilay. O Isa, unë ty do të mutawaffik dhe do të ngreste, unë fjala mutawaffik nënkupton sipërfaqësisht vdekjen. A ka vdek Isa alayhis salam? Faktet tjera të gjitha, si nga Kur'ani, si nga Sunneti, tregojnë se nuk ka vdek. Prandaj kjo fjalë, kanë thënë dietar, duhet të interpretohet. Dhe cili është interpretimi? Kur ne shkojmë me flajt, çysh quhet xhumi? Ka ardhur në hadith të saktë tek Buhariu, Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana. Falënderimi qoftë për Allahun i cili
na rizgjoi pasi që na bëri të vdesim. Pra gjumin e ka quajtur vdekje. Edhe këtu, sipas disa dietarëve, ngritja e Isait alayhis salam është bërë në gjendje gjumi. Prandaj Allahu po i thot o Isa, unë ty do të ngris në gjendje gjumi. Ka dhe një interpretim gjusor që fjala mutawafik e ka kuptimin e qabd. Qabd do të thot me kap. Allahu i thot Isait alayhis salam, unë ty do të kapi dhe do të ngriti tek unë në qiell. Prandaj fjala mutawafik nuk mund të merret, ky ajet Kur'anit që ne lexuam, nuk mund të merret si bazë, si dëshmi se Isai alayhis salam ka vdekur. Dhe çështja e fundit, me të cilën edhe po e përmbyllim me lejen Allahu xhallahu ala, ka të bëjë me rikthimin e Isait alayhis salam. Isai është ngritur në qiell. Cilat janë dëshmitë kuranore që flasin për rikthimin e tij. Ju kisha lut në ligjëratën e radhës, kur do të flasim për hadithet dhe për shkrimin e Isait alayhis salam sipas tyre, prezantoni për shkak se ka disa detaje që janë jo më rëndësi me i ditë vetë si informacione. Mirë po përmbaj një lloj motivimi që vërtet i ja vlen me pas parasysh. Ajo që ne na intereson tani nga perspektiva kuranore, cilat janë dëshmitë, cilat janë faktet, cilat janë provat se Isai alayhis salam do të rikthehet prap në këtë botë. Allahu duke përmend Isain, edhe një prej atyre mrekullive të tij të folurit si fëmijë, ka thënë wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa min as-salihin. Isai ju flet njerëzve duke qenë në djep, edhe si kehel. Kehel është mosha më e shtyrë. Është mosha më e shtyrë. Edhe ai është prej njerëzve të mirë. Kanë thonë dietar, Isai alayhis salam është ngrit në çfarë moshe? Moshën 33 vjeçare. Prandaj kjo fjala kehel që nënkupton dikë më të shtyrë në moshë, nënkupton ose aludon rikthimin e Isait alayhis salam prap në këtë botë. Nënkupton rikthimin e tij prap në këtë botë, nga se një djalë i ri nuk mund të quhet kehel. Një 33 vjeçar nuk mund të quhet kehel, mirë po kur kthehet Isai alayhis salam dhe t'ju flet njerëzve, pra të vazhdoj me kumtimin e misionit të Muhamedit alayhis salam, prandaj ky ajet e nënkupton rikthimin e tij. Po kështu Allahu ka quajtur shenjë. Ka thonë wa innahu la ilmun lis-sa'a. Isai alayhis salam është shenjë e kiametit. Është shenjë e ofrimit të kiametit. Siç e dini, rikthimi i Isait alayhis salam është prej çfarë shenjave të kiametit? Prej shenjave më të mëdha, prej shenjave të fundit. Prandaj fakti që Allahu xhallahu ala po i thotë se ti je tregues i ofrimit të orës të kataklizmës, në kupton se Isai është prej, pra do të rikthehet prapë në këtë botë. Dhe e fundit, Allahu ka përmend në Kur'an, ka thonë wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Nuk ka asnjë prej tharëve të librit që para vdekjes së tij nuk do t'i besoj. Kjo është përkthimi fjalë për fjalë i ajetit dhe arsye pse përktheva kësaj është nga se ajo që ka shkaktuar debat në këtë ajet është ky përemri i fundit, qabla mautihi, para vdekjes së tij. Para vdekjes së kujt? Para vdekjes së kujt? Janë dy interpretime. Interpretimi i parë është që nuk ka i krishter i cili do të vdes, e që para vdekjes së tij nuk do t'i bëhet me dije se besimi i tij ka qenë i kotë. Dhe interpretimi i dytë ka të bëjë me rikthimin e Isait alayhis salam dhe me gjas ky është interpretimi më i saktë, për shkak se siç do ta transmetojmë hadithin e Abu Hurajrës radhiyallahu anhu, nuk ka i krishter që kur të vjen Isai alayhis salam ta mbyt
derën, ta anulon gjizje, nuk do të ketë gjizje. Do të ketë o Islam o vdekje. Nuk ka i krishter që pare se Isaia Islam të vdes, nuk ka me besu ta. Nga se pasi ta përfundon, si që do të vrejnë, pasi që ta përfundon misionin, Isaia Islam do të vdes si që vdesin njerëz e tjerë, do të varroset edhe mbaron jeta dhe misioni i tij. Në ligjëratën e radhës, me lejen Allahu xhallahu ala, do të sjellëm detaje nga hadithet që e plotësojnë edhe tematikisht, mirë po që, siç ju thash, kanë disa nuanca të motivimit që ne si besimtar nuk guxojmë me i anashkalu. Allahun te bareke ve teala los që Allah të na forcojë në fenë e tij, në rrugën e tij. Allahun e los që këto mezhlise, takime të kenë bereqet. Ju ftoj që ti përgjigjen edhe më masivisht, nga se janë në interesin tuaj. Për çdo të çelluar, Allahun e falenderojmë, për çdo gabim dhe lëshim kërkojmë falje dhe ndjes. Unë kaq kisha, Zoti shpëleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.